Unë mendoj që ISIS-i është virus. Kjo deklaratë është bërë nga analisti Ilir Kulla në studion e Tonight Ilvatare në lidhje me ISIS dhe viktimat që po shkaktohen në Siri, Irak e Gjet. Madje Kulla shkon më tej në deklaratën e tij duke paraqitur pasojat që do të vinë nga luftimet e ISIS. Ky është një proces që do të përfundojë me krijimin e 50 shteteve të reja në gjithë botën, nga Atlantiku deri në Paqësor, duke kaluar në Afrikë, në lindjet mesme dhe në Azi. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve ndërkombëtare, Justinian Topulli, thotë se për këtë proces ka individë të caktuar që janë të interesuar për zhvillimet në lindjen e mesme. Në lindjen e mesme u intereson që kjo të fragmentarizohet, pra lindja e mesme të fragmentarizohet në mini shtete, në mini lokalitete, thjeshtësisht të futur të konfliktueshme me njëra tjetrën nesër, cilat mund marrin kontroll shumë më lehtë. Dhe se kush është në lindjen e mesme ka shumë aktorë të cilët u intereson gjë të tillë. Teologu Redi Sheu bëri ditur që lufta ndaj ISIS duhet të nisë së pari me rrëzimin e regjimit të Asad. Vetë bota arabe, vetë bota islam atje, bashkë me forcat të perëndimit, duhet të rrëzojnë në mënyrë të përshpejtuar regjimin e Asadit. Në momenti që ata do të rrëzojnë regjimin e Asadit dhe do të forcojnë ushtrinë e lirëserën dhe tjera, do të delegitimojnë në masë të madhe ISIS-in. Debate kanë gjallur dhe financimi nga shtetet të ndryshme të botës ose jo për ISIS, pasi një luftë, qoftë ajo e shenjtë ose jo, ka nevojë për donacione të mëdha, të cilat ende nuk dihet se nga burojnë për ISIS. Fronti Al-Nusra dhe ushtria e lirë siriane dështuan. Dhe ISIS-i është financuar nga shtete të tilla si Katari, Arabia Saudite dhe Kuvaiti. ISIS-i nuk është mbështetur në mënyrë zyrtare nga shtetet arabe, sepse nuk ka asnjë lloj interesi aty. Është mbështetur nga këto shtete, por nga grupime dhe nga individë të cilët ndajnë të njëjtën ideologji apo janë gënjur nga ISIS-i.